Përshëndetje miq, sot do ju prezantoj me menun e re të dasmave te Elbesida. Është një bashkim i kuzhinës moderne me atë tradicionale shqiptare. Dhe më e bukura këtë dasëm e kam përgatitur unë ushqimin bashkë me shefin e kuzhinës, shef Gimin, të cilin e përshëndesim. Më lini t'ju prezantoj fillimisht me antipastën, e cila përmban sallatë rucola, prosciutto vici, 2 kumbulla të fara, djathin burrata të shoqëruar me salcë pesto përsipër. Ne donim që për antipastë të sillnim shije të freskëta dhe një pjatë plot me ngjyrat dhe të bukur për syrin, që më pas të lëri vend për pjatat që do të vinë. Për pjata mezore në tavolinë ka miks djathrash të shoqëruar me reçel kumbulle, një sallatë rucola me pomodorini, gjithashtu dhe salcë kosi të shoqëruar me boronica. Tani do kalojmë te pjata e dytë, e cila është dhe pjata ime e preferuar, rosto vici e shoqëruar me pure panxari. Kjo është pjata e dytë dhe është aq fantastike sa që duket dhe në video. Është e pasur në shije, në pamje, në bukuri, në estetik, është një pjatë fantastike. Dhe puren e panxarit e kam përgatitur vetë, është e freskët, përmban vetëm panxar dhe krip, asgjë tjetër. Mora pak kohë pushim nga tavolina se ngela duke ngrënë dhe shkova te pista për të kërcyer me zonjën më të bukur në botë, me maman time. Pas si kërcyem dhe disa valle, erdhi momenti për pjatën e tretë, e cila është thjesht byftek me patate furre. Por nëse do isha i sinqert, pjata ime e preferuar ishte kjo fërgesa, e cila nuk pata kohë ta xhiroja në fillim sepse ishte aq e mirë dhe e hëngrëm të gjithë për një herë. Ju mund thoni çfarë të doni, por unë mendoj se Elbasani e mban kurorën për fërgesën më të mirë. Ja ku jam dhënë këtu duke kërcyer me tezën time, e cila është vërtet shumë e bukur. Tani që mendoj ne jemi shumë të bukur si fis. Dhe për ëmbëlsirë kishim një pjatë me fruta dhe baklava me akullore. Dhe mos bëni sikur nuk e dinit, po unë në fund të dasmës normal që do i mblidhja çfarë kishte tepruar në tavolinë. Kush ka ndërmend martohet, martoni te Elbesida.